mazi si fleshti. Unë e krasova atë qesh me Japont, ku shkojnë në stadion, asë një dy cigare nuk e lejnë fund Japont. E që ata Japont vinë në apin neve nëjma se jemi shishana, jemi të brepsht. Dhimit kësh gjenerat, ku ka rritet? Nuk i ka fajt politika, prindi i ka dhe shkolla. I ka fajt, duhet me u këthyje urgjent edukata familjare në shkolla, më mësue. Trupi s'ki qarë pa lesit vjera. Po, bërlogin, ato e ki detyrë. Ato e ki detyrë. Si ka fajet pasrimes, kjo i ka fajet mësusi prindi. Mësusi se janë konë prinder aty pram. Po, edhe dhe ka pas mësus adopt. Përshëndetje. Qëfar na mungon neve si popull? Na mungon shumë edukata elementare e njerut. S'po thëmë komptare, as fetare, njerit. Në që se kalon afer sheshi Skënderbeu. E shef, ku ka prom ka qenë një koncert. Ku kanë dalë ata. Aty e kalon mazi si fleshti. Unë e krasova atë shesh me Japont, ku shkojnë në stadion, asë një dy cigare nuk e lejnë fund Japont. E që ata Japont vinë në apin neve nëjma se jemi shishana, jemi të brepsht. Aty si ka fajt Serbia, as si ka fajt feja, as partia pe ka fajt edukata familjare. Para 10 dite kom qenë unë në Venedik, një koncert, ku kanë qenë pjesëmarrës 2000 vetë. Ishte muzikë e vjetër klasike. Kur kemi dalë, asë një dush s'ka mbet në salë. Po dhe ata e popës që na. Edhe ata e cikura. Po na si mi si ata. Na nuk kemi më kulturë si ata. Na jemi me mjerim. Dhimit kësh gjenerat, ku ka rritet? Nuk i ka fajt politika. Prindi i ka dhe shkolla. I ka fajt. Duhet me u këthyje urgjent edukata familjare në shkolla, më mësue. Urgjent, për ndryshe, kemi me qenë Evropës. Me pjellërin një mishë në Evropë. Mjerim. Dhe ma herët kafsht, qent? Po, unë rrëdhe për një familje fshatare. Në vitës gjatë të nëndë këm këj fakultetin Segep. Unë këm pas qenë. Qenë kërë bërë nevojnë e më blënë. Nuk e lënë më flishë. Pjesëmarrët e koncertit tonë nuk e mblojnë nevojnë e vetë, po e lojnë. E lojnë me në pa turisti huj këtu. Po qysh me të pranu në Evropa me të përlak? Qysh pranan? Qysh pranan? E të kupton se s'ki e i vofën, e i pa dishëm, po nuk pranan si e kubanë. Nuk pranan për e. A dohet mu ka njerëz të pastër në trup, apo edhe në hecje edhe në vendin kurri? O, në pas trup, i japjer familjes jote. Ato i bëjë kështë fëmijë të në grusë jote. Duhet me qenë i pasër në shëshni. A dish ka të më thënë fjalla në Shqip burni. Burni të më thënë kur veprimet e mija nuk damtojnë ty. Veprimet aty në më kanë damtu mu, që më dalë më shëtit, edhe unë ika. Ika pe përlogët, ata s'kanë burni. Ata jenë mizerabel. Ata nuk kanë burni. Trupi s'ki qarë pa lesit vjera. Po, përlogën, ato e ki detyrë. Si ka fajet pasrimes, kjo i ka fajet mësusi prindi. Mësusi se janë konë prinder aty pram. Po, edhe dhe ka pas mësus adopt. Nuk do me thonë ku kjo shkollë për që mësusa ke pas. A i ke pas mësusin e mirë, atë kesh. Ata ka pas mësusa të kesh, mësusa edhe pësysa, e dzastës të dhe edhe pësysa, e rrër koncert, kanë bo da pare, shushur si kanë bo. Si bëllë majt i bota me nëjma. Jo ujnë e kanë pas pa pare. Për që ata e kanë gjytë pa dhimë. Ta zemrën, trujt zoti. Deshta më të kërështi pak me kesh, se përshë që je shumë i mblefosur. Pa, ama për i me kishim bo kesh. Qështë me të mblefosur? Pa, a ka lëni hujve i turist që tash. Moj na me kalu let huje. Pa, a di përsh, isha
Besë, Po. isha në Venedik. 100.000 vetë ma këtër në sheshin e Shënmarkut. Po, 1.000 letër për në këshe. krejt e tyme. Unë ndisha vetë në fëndum. Qysh jetojmë na. Pa nënën ja kasha, ka marrë, kur Kosova ka pas 60% analfabeta që të Kosovë. Me shërbishit i populli. E s'ka marrë me e pa bërlogët e ty mas 55 vjetë që kom diplomuar. Kjo është merë. Të merë është. Qeveria do të bësë ka qarë pa bu, përse bëfë shumë nga bërë Beogradi, të sobës të kur shkot. Po, qysh me u bo me u edukue. Qysh me u edukue. Të na o bo vërtyt që si që të bërlog, të na o bo vërtyt që si agresiv, të na o bo vërtyt që si shanë, të na është vërtyt që si shkatron. E vërtet. Juve pas që punë të marë. Faleminderit shumë, trujt zoti, e ju të dashur me që rrini me neve sepse gjanat e mira i sillën veç na për një ambient bukur, për një ambient pastër, duhet ta respektosh më së pari familjen tane, ta mosh të pastër ata, ta edukosh brezin e ri, sepse mbeturinat duhet hudhur në koshin e mbeturinave e jo në vendin ku shifen dhe rrugë. Andaj, rrini me neve sepse gjanat e mira i sillën veç na.